Po kështu, mendoj se BD-ja tani ka vetëm dy opsione, mirë po të dy opsionet nuk shkojnë në favor të BD-is. Njëri opsioni i parë është që zoti Aliameti të mbetet kryetar i partisë. Do të ishte ndryshim me Aliametit për kryetar të partisë nuk do me thonë edhe reformim. Pastaj reformimi nuk mund bëhet në strukturat e mëposhtme. Edhe opsioni i dytë është që nuk do të ndodhë me siguri, mirë po Aliameti të tërhiqet. Mirë po, tërheqja e Aliametit do të thotë edhe shuarje e partisë, për shkak se ajo parti për 20 vite ka ndërtuar një standard politik ku ku e ka ndërtuar kultin e liderit dhe çdo gjë varet nga vendimet e liderit. Mirë po, në pyetjen që parashtruat se a ka kapacitete për të reformuar, unë mendoj se fatkeqësisht nuk ka. Mirë po, dhe kjo nuk duhet të me thonë nuk them se është mirë ajo nuk është lem i mirë, për shkak se BD-ja nëse nuk ka kapacitet për të reformuar është lem i keq për gjithë shqiptarët, që i bën se ne shqiptarët nuk pas kemi ndërtuar kapacitetin intelektuale për të udhëhequr me partitë. Prandaj ato nuk duhet çdo fjalë tonë ta shohin vetëm si ndonjë kritikë negative. Këto kritika janë edhe pozitive. Po pse ka rënë BD-ja në këtë nivel që mos mund të reformohet? Mendoj se janë dy gabime. Gabimi i parë është sepse gjatë 2 dekadave të fundit i ka larguar të gjithë intelektualët nga partia. Edhe problemi i dytë është se nuk ka lejuar që brenda partisë të ketë mendim kritik.